Betoni zbret të gjirin e Lamanit. 101.000 ndërtimër një gëperat e jonet. Leja përpëgër pyetje të rënda për rolin e shtetit. Një tjetër projekti për masave të mëdha turistike ka hyrë në fazë zhvillimi në jug të vendit. Këtë herë në gjirin e Lamanit, një nga gjiret më të paprekura dhe ikonike të rivjerës shqiptare, mes Himarës dhe Porto Palermos. Bëhet fjalë për një sipërfaqe ndërtimi prej 101.200 metra shkatror, ku parashikohet ngritja e resortit luksoz Amantes, me hotel, vila, apartamente dhe struktura shërbimi. Leja e zhvillimit është miratuar për shoqëritë ndërtuese Capital B dhe Bega 07, në pronësi respektivisht të Redian Bashës dhe biznesmenit Arben Muçobega, ky i fundit prej vitesh aktiv në shfrytëzimin turistik të zonës së Lamanit përmes strukturave sezonale dhe restoranteve bregdetare. Një kodër shkëmbore që kthehet në kantier. Projekti shtrihet në një kodër të pjerrët shkëmbore ngjitur me gjirin, një terren që për nga natyra gjeologjike konsiderohej i pashfrytëzueshëm ndërtimisht. Dokumentacioni i zhvillimit e përshkruan zonën si pronë të lirë dhe të pazhvilluar, ndërsa masterplani parashikon 50 vila turistike të shpërndara në grupime. Hotel luksoz me standard 5 yje. Restorante dhe hapësira komerciale. Zona mirëqenieje dhe komunitare. Infrastrukturë të brendshme shërbimi. Argumenti teknik i projektit bazohet në integrimin e arkitekturës me natyrën, me konceptin Stadskingstone për minimizim gërmimesh. Një formulim i përdorur gjerësisht në projektet elitare, por që shpesh bie ndesh me realitetin e ndërhyrjeve masive në terrene të virgjëra. Leja që ngret dyshime politike dhe mjedisore. Vendimi për zhvillimin është firmosur nga Ministria e Mjedisit, në periudhën kur drejtohej nga Mirela Kumbaro, në një moment kohor të ndjeshëm, pak para zgjedhjeve parlamentare. Kontestimi kryesor lidhet me faktin se zona toksore e Lamanit dhe Porto Palermos u la jashtë kufive të parkut natyror të shpallur në vitin 2020. Parku përfshiu kryesisht hapësirën detare, mbi 87 e, ndërsa pjesa më e lakmuar toksore mbeti jashtë mbrojtjes ligjore, duke hapur rrugën për zhvillime ndërtimore. Ky konfigurim territorial bie në kontrast me studimet të mëparshme të vetë institucioneve mjedisore, të cilat rekomandonin përfshirjen e gjirit të Lamanit brenda zonës së mbrojtur për shkak të vlerave ekologjike dhe peizazhit unik. Privatizim de facto i vijës bregdetare. Zhvillimet ndër vite në këtë gjë kanë krijuar perceptimin e një kontrolli të centralizuar privat mbi hapësirat publike. Strukturat sezonale, lejet e plazhit dhe shfrytëzimi ekskluziv turistik kanë reduktuar gradualisht aksesin e lirë të qytetarëve në bregdet, një fenomen që po përsëritet në disa pika të rivjerës. Projekti i ri rezidencial turistik rrezikon ta përforcojë këtë realitet, duke e transformuar një gjë natyror në një hapësirë të segmentuar, të aksesueshme kryesisht për turizmin elitar. Paralele me skema të tjera në nënhetim. Rasti ngjan me praktika të ngjashme të evidentuara në zona të tjera bregdetare, ku ish baza ushtarake apo hapësira me status publik janë tjetërsuar për zhvillime turistike. Procese që në disa raste janë objekt verifikimi nga organet e drejtësisë. Kjo ngre pyetjen thelbësore. A kemi të bëjmë me zhvillim turistik strategjik apo me tjetërsim selektiv të pasurive natyrore? Kur pritet përgjegjësia institucionale? Deri më tani nuk ka një procedim penal publik të shpallur lidhur specifikisht me këtë leje zhvillimi. Megjithatë, përfshirja e vendimarrjes mjedisore, ndryshimi i kufive të zonave të mbrojtura dhe përfitimet private në territore me ndjeshmëri të lartë ekologjike janë element që, në praktik hetimore, përbëjnë bazë për verifikime administrative ose penale. Pyetja që shtrohet në opinion publik mbetet e drejtë për drejtë. A do të ketë hetim për mënyrën si u dhanë këto leje? A do të verifikohet roli i ish zyrtarëve vendimarrës? Përfundim. Gjiri i Lamanit nuk është thjesht një koordinatë turistike, është një aset natyror kombëtar. Çdo ndërhyrje në këtë territor për te dimensionit ekonomik mbart pasoja mjedisore, sociale dhe ligjore afatgjata. Ndërsa kantierët përgatiten të ngjiten në kodrën shkëmbore, mbetet për tu parë nëse institucionet e drejtësisë do ta trajtojnë këtë rast si një procedurë rutinë zhvillimi apo si një dosje që meriton hetim të thelluar mbi raportin mes pushtetit, lejeve dhe betonit në rivjerën shqiptare.